Pas shpalljes së Papës së ri Leoni XIV, urimi i parë nga Shqipëria erdhi nga komuniteti katolik. Presidenti i Konferencës i Peshkëfëtnore të Shqipërisë, Dom Gjergj Meta, ka përcjell urimet e tij duke nënvizuar rolin historik të Papës dhe lidhjet e forta që katolikët shqiptar kanë pasur gjithmonë me Selinë e Shenjtë. Kardinalët i dhanë një i peshkëve Romës dhe një bari kishës universale. Ne falenderojmë Zotin dhe i lutemi që Papa të ketë ndihmën dhe mbrojtjen e yt e të zojës së Këshillit të Mirë. Katolikët shqiptar kanë qenë gjithmonë besnik ndaj Papës deri në martirizim. Edhe Papa Leonit XIV i ripërtërin besnikërinë dhe bindjen tonë si pasardhës i Pjetrit në krye të kishës së Romës. Arqipeshkvi i Dioqezës Tiranë-Durrës dhe kreu i kishës katolike në Shqipëri uroi zgjedhjen e kardinalit amerikan në krye të Vatikanit. Faleminderit Zotit dhe nënës të Zot për dhuratën e Papës që i ka dhuruar kishës dhe njerëzimit në festën e mbretëreshës së Ruzares. Lutemi për Papën ton Leone. Urimeve të shumta për zgjedhjen e Papës së ri ju bashkua edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Shpreh bindjen se Ati i Shenjtë, Papa Leoni XIV, do të kontribuojë me gjithë fuqinë dhe autoritetin e tij në shërbim të kauzës sublime të forcimit të klimës së bashkëjetesës paqësore të gjitha besimeve. Në emër të gjithë popullit shqiptar, i uroj Papa Leonit XIV të jetë në mbrojtjen e Zotit për realizimin e misionit të tij të shenjtë.